përkushtuara për të bërë konstituimi i Kuvendit Kosovës. Ne kemi thonë edhe këtu bashkërisht se deputetët e zgjedhur të popullit, si duket janë të interesuar që të hyjnë në librin e Genisit për dështimet e vazhdueshme, shifet që nuk ka asnjë përpjekje serioze për të tejkaluar krizën për asnjërin prej kampeve politike, as për fitueses relative të zgjedhur, po as për partive të tjera, dhe më shumë po konsumojnë kohën duke ofruar opsione të tilla, opsione që realisht nuk duhet të jenë këtu, po duhet të jenë ato opsione të cilat dalin nga Parlamenti i Kosovës, për shkak se ata kanë vetëm në detyrë konstituimin e parlamentit dhe të organeve drejtuese të Parlamentit të Kosovës, në kryetarët ose kryesinë saktësisht themi, pastaj betejë politike le zhvillohet për qeverinë. Është krejt demokratike, o krejt normale që të vanohet në konstituimin e qeverisë, në themelimin e qeverisë, për shkak se aty duhet të përballen ndeshën, parimet, platformat, orientimet politike, orientimet programore, por jo për një procedurë krejt teknike, siç është ose ceremoniale, me thonë më mirë, zgjedhja e kryetarit dhe kryesisë. Pra po thoni që është një procedurë paksa teknike, po quani kështu, atëherë kush konsiderohet më në faj për gjithë këtë ngërç politik? Konsideroni në faj revizjen vetëvendosje, që po vazhdon të insistojnë në një emër, apo partitë e tjera politike që nuk po japin votën për? Unë mendoj që problemi kryesor qëndron te fituesi i zgjedhjeve, për shkak se fituesi i zgjedhjeve duhet të ofrojë një platformë të qartë për forcat të cilat don të ketë pjesë të qeverisjes dhe të organizimit të mëvendshëm të themelimit të qeverisë. Gjithkund në votë kemi të bëjna me mazhorancë parlamentare, jo me mazhorancë qeveritare. Dhe përderisa kryeministri në disa raste deklarantë se thotë kriza nuk është te qeveria por te parlamenti, unë mendoj se nëse ka votat për krijimin e qeverisë, atëherë pse s'pjep ato vota për konstituimin e parlamentit, apo harziten votat nëse jepen dyra, që ko është pyetje. Se kuptoni në fakt këtë deklaratme që përmendat kryeministri? Shumë më tepër është talje me opinionin publik, më tepër është varritje dhe përfitim në kohë dhe me atë formën. Është një lloj tendence për t'i futur në lojë dhe partitë politike, për t'ia dhënë votën në këtë rast kryeparlamentarës, më pastaj të shifet për pjesën e qeverisë? Unë mendoj se zoti Kurti nuk është i gatshëm dhe nuk ka numra që të jetë kryeministri i Republikës Kosovës, dhe si i tillë nuk beson, mendoj në plan por as të vetë subjekti vetë politik se lemo të forca tjera politike. Kjo punë rregullohet duke ndërtuar një partneritet, duke nënshkruar marrëveshje politike publike, që edhe ne si qytetarë, si për barsë procese, si media, shohim se çka përmban ajo marrëveshje, pastaj të hyhet në parlament. Askund në botë nuk hyhet në parlament pa i pas votat të siguruara për zgjedhjen e kryetarit parlament, pa pas pra të paktën shumicën e thjeshtë, është gjatë të një deputet shifet që zoti Kurti nuk i ka këta numra dhe si pasoj vjen deri te ky ngërç dhe duke tentuar që të zgjidhet lojë fjalësh, jo ne kemi qeveri por nuk kemi parlament, pra është më tepër tallje me opinionin publik, sepse diçka e tillë i përshtatet, diçka e tillë i shkon për shtatin, të zvarrit sa më tepër procesin, edhe që unë mendoj që është në dëm të jo vetëm të interesave tona si vend, por edhe në dëm të gjithë interesave kombëtare dhe të integrimeve të Republikës Kosovës. Deputet të Lëvizjes dhe Vetëvendosje në